Seanca plenare e kësaj të njëjtëje u shndrua në një arenë për leshjesh. Pa nisur ende punimet, deputetët e Partisë Demokratike bllokuan foltoren dhe karriget e ministrave për të mos lejuar betimin e Endrit Shabanit si avokat i ri i popullit. Këto përplasje bën që seanca të niste me vonesë. Sapo kryeparlamentari Niko Peleshi u fut në sallë, deputetët e Partisë Demokratike nisën betejën me flakadan. I pari që ndezi ishte Belind Kolliçi. Në drejtim të ministrave dhe kryetarit të kuvendit nuk u kursyen shishet e ujit, kartonët e votimit apo mikrofonët e sallës. Mes këtij kaosi në cep të sallës, shumë larg procesit protokollar, bëri betimin avokati i popullit Endri Shabani. Teksa deputetët e opozitës ishin në kulm të përleshjes me punonjësit e gardës, avokati i ri i popullit i përshëndeti me një puthje, duke i lënë në betejën e tyre. Ata të mazhorancës, që i dhanë votën një javë më parë, i përshëndeti me dashamirësi. Kryetari i kuvendit Niko Peleshi nisi të përjashtonte deputetët e Partisë Demokratike, por punonjësit e gardës e kishin të pamundur për t'i nxjerrë jashtë, edhe pse seanca u ndërpre, nuk pati asnjë rezultat. Zoti Balliu lini sallën. Flakadanët vijuan të ndizeshin edhe nga deputetë të tjerë, një prej tyre i hedhur jashtë sallës, dogji fibrat optike të parlamentit duke shkaktuar ndërprerjen e sinjalit të transmetimit të seancës. Brenda, deputeti Flamur Noka rrezikoi një përplasje fizike me shefin e shërbimit të gardës në parlament, i cili pasi u lag me ujë nga Noka, ju drejtua nxitimthi për t'u përleshur me të, por u frenuan nga varësit e tij. Në këto kushte, Partia Socialiste propozoi të hidhej në votim rendi ditës për të përshpejtuar mbylljen e seancës. Duket që opozita nuk do ta zhvillojmë seancën, ju lutem hidhni në votim propozimin tim për të kaluar me njëherë në votim. Kartonët jeshil u ngritën për të gjitha projektligjet e rendit të ditës, teksa paralelisht deputetët e Partisë Demokratike shtyheshin me punonjësit e gardës. Pas miratimit të projektligjeve, seanca përfundoi bashkë me të dhe përplasjet në sallë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha paralajmëroi aksion më tash për opozitar. Parlament me ata të cilët zbatojnë moton vidh dhe ik nuk ka dhe nuk mund të ketë. Ligji dhe vetëm ligji duhet të mizotrojë. Për socialistët, kjo lëvizje demokratëve ishte për t'i dhënë frymë protestës së 22 dhjetorit. Shqiptarët e dinë se sa herë që duket qartë që protestat nuk kanë frymë, nuk kanë pjesëmarrje, duhet t'i vëmë zjarrin parlamentit që t'na vinë njerëzit në protest. Shqiptarët e dinë fare mirë se kush e udhëheq, kush i jep urdhrat për të gjitha këto imazhe dhe fotografi që i bën dëm Shqipërisë. Për pak minuta, obori i parlamentit u bë shatis. Deputetët demokrat u larguan me zotimin se aksioni do të vijojë.